Ka emri t'i vend. Farë emri t'i vend. Zhak. Po, dashur. Provokim, e quajt edhe ti kështu e përcaktove. Unë dua ta provokoj, kam qef ta provokoj. Pse ke qef ta provokosh? Kam qef se kënaqem duke provokuar Ilirin, me qënë se jemi të dy shahist dhe na pëlqen shau, po luajm tani shah me njëri tjetrin. Aha. Po luan e shah me njëri tjetrin? Zhaku më falë, më falë Urbani, mendon se është mbretëresh. E Bardha Poezes nuk ka rëndësi, me gjithse gjyra ka definuar vetes vetë, por u mendoj që as një torre lodhur në një cep të fushës shauti nuk je. Okej. Torre pa ushtar nuk ka gjë më trisht. Dhe ti e njeh lojën, apo jo? Kështu që kur njeriu i jep epitete vetes dhe duke qenë se kërkon të trilloj gjëra mbi kurrizin e tjetrit, duke filluar nga ushtarët e deri te epitetet që janë komplet pa vend dhe komplet absurde, se këtu ushtar nuk është asnjëri askujt. Po. Thjesht është edhe atë që kam thënë që ditën e parë, të gjithë këtyre dhe që ndoshta e kam thënë dhe këtu. Po Zhaku mendon ndryshe. Zhak, cilët janë ushtarët e Ilirit sipas teje? Se secili nga ne ka një karakter dhe një përputhje. Të gjithë. Përveç Mozës. Pra Visi i bjen tjetë ushtari im, që unë me Visin kemi një lloj respekti reciprok. Se Moza është mbretresh më vete, kështu që s'ka nevojë tjetë ushtari e Ilirit. Është një marrje dhënie shumë e thjeshtë, por që Visi që ka ushtari im, Zhaku edhe Romiri, që nuk dish të them edhe... Jo, Visi jo, nuk është ushtari. Me Indrin s'kam, mo asi lloj lirë, Bujaka u bë ushtar. Gili që po hapim groba nga mjesit deri në darkë dhe po kalojmë kohë, ushtar. Ushtar, qitë. Absurditeti yt është i pafund. Jo, mua më vjen mirë që Zhaku e ka kuptuar kush është the GOAT. Me qënë se më thot Mamadhia, the GOAT është the greatest of them all, dhe ne në showbiz edhe kudo që përdoret, dhia përdoret si simbol superioriteti, kështu që më vjen mirë që e ke kuptu, edhe tjetra bën mirë me kuptu, mos me u përdor, mos me u refuzu aq keq. Dhe mbi të gjitha Arban, si mund të flasin më falë, Arbana. Arbana më falë. Si mund një njeri të japi këto epitete njerëzve të tjerë, kam thënë faleminderit, ta kam ditë për faleminderit. Kurse vetë ajo... Edhe bën mirë më fal Ilir, me mësu të paktën, mos me shku, mos me ushty ashtu aq keq nga një mashkull. A ka më kese lopata, ti thush vetes, lopata e dikujt. Do me thënë duke shumë lec. Dukesh lec. Unë së rritë cepave të fermës se ka kudo kamera. Me mua merë nuk është. Jo me ty së merem hiq, se s'konsideroj hiq, por me qënë se më kishe përmen, se ty ta kam vën vizat. Ka qpike edhe hec, jepi. Pra ndaj Arban ka ndodhur gjithë kjo gjë, sepse unë kam perceptuar që Zhaku jo vetëm është një trilluse, po është një trilluse vulgare. Jeshtë zakonisht vulgare provokon njerëzit në disa pika dhe në disa tema dhe në disa momente që askush nuk do t'a bënte dhe meriton që të dali për këtu se na myti, na harxhoi oksigjenin, është vetëm azot për këtë shtëpi. Ka Them ja dy fjalë unë Arbana? Po moza. Tashin, në qoftë se do të analizojmë, ka shumë aspekte ky relacion. Nuk ka vetëm një. Aspekti parë është që këta të dy mirë keq janë fitila që prodhojnë prime. Këto prodhojnë prime. Prodhojnë ngjarje. Prodhojnë dinamika. Po nuk i prodhoj unë, nuk i prodhoj unë, unë s'kam marrëdhënie fare. Po ka gjetur mënyrën se si ty, Ilir, le të themi të prek. Pra të prek në kuptimin që ti reagon. Kur të vjen tjetra në mes djelit me roba banjo, ti me roba banjo, dhe ta tullet aty, ajë tani kot. Tjetra që... E shumë kollajt lush këshu. Ma shu preu fjallë, të vazhdoj Arbana? Më falë. Tjetra, duke i parë në vlerë absolute, se cilin pa tjetrin, prap të dy janë tipa arti, kreativ, edhe të nevojshëm për... Po qa kreativiteti po fleto, moza, man, ludem, qa kreativiteti. Po të mbys fare se nuk lejoj të flasë për kreativitet, kur unë mendoj që ti një person shumë i rafinuar dhe jo vulgar. Pra ti të vlerësosh vulgaritetin e asaj, nuk di si që madame, për ja po i gjen një emër, se s'du të eskaloj fare, por ti vlerësosh kreativitetin e asaj, nuk di që të them. Ka që kisha e mbylla. Tjetra... U fike.
Jo, nuk u fika fare, po ti vazhdo me kod, bombardoj dhe do ta mbjetoj dekalazhin tim si për asaj. Nuk je ti në gjendje për të vlerësuar një lloj të tillë kreativiteti. Më falë, të vazhdoj Arbana, se unë me Zhaku... I ka ngel menja ke pulla kuqe Zhaku, do Arbana. Moza vazhdimisht ka thënë që në ferm luajmë, i konsideron dashuri ferme, ne jemi duke krijuar këtu, ne jemi duke luajtur me njëri tjetrin, e ka bërë këtë në më shumë raste, edhe kur kanë qenë duke luajtur me ty, me Pulën, me Adionin, pra e shikon në këtë mënyrë. Por në këtë rast specifik, thelbi i fjalës time është vetëm ky, që një person kaq i rafinuar, me kaq kulturë, me kaq largpamësi e tjerë, të vlerësoj një kreativitet kaq vulgar, unë nuk e kuptoj fare, po fare. Po, të vazhdoj. Moza, ai moment, ty të duk vulgar, apo të duk një shaka? Se jam kurioze ta di si e përcakton. Do ta them pastaj për momentin, po unë qëndrova 24 orë me Zhakun. Dhe kanë qënë orë të një bisede, debati, bashkëbisedimi, hidhje, pritje, që dhamë shumë knajsi besoj për shikusin. Nuk e din nëse ke ndjekur diçka. Unë e kam ndjekur të plot, sepse ju shoj gjithë kohës, edhe po, e kam ndjekur. Po, e kuptoj, do të thuash që Zhaku ka disa dimensione, pra ka zgjedhur të shfaqë dimension në raport me Ilirin dhe një dimension tjetër në raport me ty. Po unë dua të pyes. Po sepse ishte 24 orë vetëm Arban, kishte qenë 48 kusur, kishte përfunduar dhe si për Mozës për të kriju dinamika dhe... Për t'ju qasur në atë mënyrë Ilirit. Ti, si e shikon, si e interpreton? Ajo që ju kërkoj unë të dyve, dhe antarëve të tjerë të fermës, pjesëtarëve të tjerë, është që t'japin mundësi njëri tjetrit që të dëgjojnë edhe kur kanë konflikt, të dëgjojnë diçka për te konfliktit personal dhe do zbulojnë që ka botë, se po se dhanë këtë mundësi, njerëzit do ikin të pa zbuluar. A i momenti, si e pashun, që e pash të ashti, nuk e quaj problem nga aspekti moral, kështu si që e quajnë. Absolutisht, dhe e kisha thënë edhe aty të aj, pavarësisht se ishte ajo pjesa, se Zhaku s'ka nevoj t'i ri për si për Ilirit, ta themi troç të ashti. Se kryoj për kreativitet. E bëri për të kryu një paradoks, duke menduar që ti do tallesh edhe ti si që talla jo, dhe të kapi një fije vazhdimi. Tani, se kush ka agravuar fjallore tu që për i fillimi më tepër dhe në qofë se do ishte për tu dënuar për fjallore, shikusit i kanë dhe i vlerësojnë. Problem për mua mbetet kjo që sa më tepër tipa kreativ ikin nga ferma, unë, më falë, Zhaku është person... Na ka myt kreativiteti. Kam shku 3 këngë të ka dhe një problem, Arbania, qoftë Liri, qoftë Zhaku, ashtu se kurse ti nuk di me këndu, ti nuk e kupton që unë ty së konsideroj fare, dhe prandaj së të kthej përgjigje. Për nga gjestin darë, ka parito dhe flisni nga toni. Do me thëmë, me këto mua bete, ka Shiko, vetëm një gjestë në qa vorbule në ka fut këtë person dhe kaq. As nuk mendohe fare. Po për ty... Po ta kishte bërë një mashkull këtë gjë Arban, ku drejt një femre, më falë. Ja se nuk e qenë për vetën ti. Po i mësu zemër me qëtysin me Arbana, si do ishte interpretuar në gjesti tjilë një mashkull i Atere, se po shikoj që po debatojnë vajzat, të them të drejtën, një gjest i tjilë, qoftë zemër shife shkruj, s'kam nevoj për xhelozi për ty. Unë besoj që bijem dakord të gjithë që një gjest i tillë në qoftë se bëhet kashi një personi që nuk është dakord, pra që nuk është i mirëpritur, që nuk dëshiron, që nuk është okej me këtë gjest, patjetër që është i dënueshëm, sepse askush nuk ka të drejtë të shkojë dhe të zaptojë hapësirën e dikujt tjetër në qoftë se nuk është i mirëpritur, momente. Por ajo që po diskutojmë sot është